me fol kundër të keqës, po të etiketoj që po flet kundër civilizimit, kundër emancipimit, kundër kulturës, kundër drejtave të njeriut, kundër bla 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 bla, sepse sot bota e ka gjetë një formulë që për me i lancue të këqijat mesin e njerëzve, për mi shkatru popujt, për mi shkatru familjet, për mi shkatru e njerëzimin, me i fut në mesin e njerëzimit vezveset e këqija në emën të drejtave të njeriut. Se cili njeri ko drejt me po qka dënë. Ko drejt me do deshe, dofe, mothe, mu tranue, mu shtranue, me pi qka dëne, me hongër qka dëne, me bo qka dëne. A përdin, dhe më thonë, në emën të qytyne, po të nëtohet mëna i fut mesin tonë vezveset e këqija. E tani kur na, që kemi detyrë, obligim, para Zotit e para vetvetes e para juve, po flosëm ka njëherë kundër këtyne vezveseve, po din me tentu, me na etiketu, me thonë, valla, tha filoni qysh duj, filoni dhe foli, kundër filon në gjarjes. Kundër kujt? Valla, kundër asoje, kundër këtije, na vesh mos me bo kur gja, se njëstrit kime i një hoxëllor të full kundër ju, vllazni. Na nuk jem as kundër dorsmave, as kundër ahengjeve, as kundër festivaleve, as kundër organizimeve, as kundër argëtimeve, as kundër kur gjofit. Por kundrazi, kjo fej e ndritur, ka ardhë mja argëtu, mja letësu, me bot kënoqën njeriun. Amo jo në emën të knaqësisë dhe në emën të argëtimit, me fut degenerimit.